ato t'i drejtohet pavonesë Kuvendit me kërkesë për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinda Ballukut, apo do të vazhdoj të zbatoj standardet të dyfishta, duke I dhënë kohë Edi Ramës dhe Belinda Ballukut për manovra të tjera politike. Testi është vendimtar, sepse pozita penale e ish-zëvendës kryeministres është rënduar sipas vetë njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurisë posaçme, me dyshimin për kryerjen e 2 veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Prokuria e posaçme informoi se kishte zbuluar dhe kishte vënë nën sekuestro një pasuri të fshehur, vil luksoze, të Belinda Ballukut në një nga resortet më luksoze në jug të vendit, konkretisht në Dërmi, për cilën dyshohet se ishte përftuar si rushfet dhe më pas ishte fshehur përmes kontratave fiktive.